Plani urbanistik i Tiranës së Madhe pas një jave do të marrë miratimin e Këshillit Kombëtar të Territorit. Ky vendim do të jap rrugë zhvillimit, ndërtimeve dhe ndryshimeve të projektuara nga Stefano Boeri për kryeqytetin e 30 viteve të ardhshme. Gjatë prezantimit të planit urbanistik të rinjve të universiteteve, hartuesi i tij Boeri deklaroi se ky projekt synon të ndryshojë cilësinë e jetës banorëve që do të jetojnë në metropolin shqiptar, ndërsa kryebashkiaku Velia i theksoi se miratimi i planit ishte një nga vendimet më të rëndësishme të Këshillit Bashkiak dhe së shpejti do të marrë firmën e Këshillit Kombëtar të Territorit. Javën tjetër kalon planin Këshillit Kombëtar të Territorit, pra ku merr një konformitet nga qeveria, ne tashmë kemi filluar me disa nga projektet e planit. Një prej tyre është projekti Pazarit Ri, që ne implementuam me ADF. Në fakt projekti transformues nuk është vetëm një projekt arkitekture. Është një transformim dhe i arkitekturës mendore, i mënyrës se si komunikojmë me njëri tjetrin, si ndajmë në mënyrë demokratike hapësirën publike, si rrisim vlerën e pronës dhe ndikojmë në tregun imobiliar fal një investimi arkitekturor që ka për qëllim jo vetëm një rigjenerim urban, por dhe një transformim të stilit jetesës. Plani urbanistik i Tiranës synon që kryeqyteti pas 3 dekadash të ketë një popullsi jo më shumë se 1.6 milion banor, me infrastrukturë dhe transport publik me standarde dhe gjelbërim të shtuar. Merët Velia i është takuar me kryetarin e Bashkisë së Firences, Dario Nardella, ku e ka njohur me projektet e mëdha që po transformojnë Tiranën. Të dy kryebashkiakët kanë zbritur në sheshin Skënderbej ku kanë mbjellë në mënyrë simbolike pemë. Mezi pres që ne të bëjmë më shumë edhe në çështjet të kulturës, edhe në çështjet të shkëmbimit transportit publik, të iluminacionit edhe të ndriçimit publik, janë disa ide që ne kemi se si mund të kooperojmë së bashku. Vetëm këtë muaj janë mbjellë rreth 5000 pemë. Ka përfunduar projekti Pazarit të Ri dhe së shpejti bashkia do të hapë një pjesë të bulevardit të ri.